Shkëlqen Gashi ka reaguar pas deklaratës së presidentes së Kosovës, e cila ka bërë të ditur se para shpërndarjes së kuvendit u kishte kërkuar partive politike që të riktheheshin edhe një herë në seancë për të miratuar disa çështje urgjente, marrëveshjet ndërkombëtare në vlerë prej 1.1 miliard eurosh, buxhetet e komunave që ende nuk janë miratuar, përfshirë kryeqytetin si buxhetin për OTK-n. Sipas Gashit, presidentja ka thënë gjithashtu se kryeministri ishte pajtuar të tërhiqej nga buxheti i vitit 2026 që të procedoheshin vetëm këto 3 pika, por udhëheqësia e partive opozitare e kishte refuzuar një zgjidhje të tillë. Në reagimin e tij, Gashi e cilëson këtë situatë si të papranueshme dhe tejet shqetësuese, derisa kritikoi ashpër partitë opozitare për cilë bota sot. Sapo dëgjova presidentin e Kosovës, e cila tha se para se me shpërndap kuvendin e Kosovës, i kanë lutur udhëheqësit e partive politike që të kthehen edhe një herë në sallë të kuvendit të Kosovës dhe të miratojnë së pari marrëveshjet ndërkombëtare prej 1.1 miliard eurosh, së dyti buxhetin për kryeqytetin dhe komunat që ende nuk kanë buxhet, dhe së treti buxhetin për OTK-n. Për më shumë, presidentja tha se ka kërkuar nga kryeministri i Kosovës që të heqë dorë nga buxheti i Kosovës 2026 e të miratohen vetëm këto 3 pika, dhe kryeministri që ka pajtuar, por udhëheqësit e partive politike opozitare kanë refuzuar. Tmerr, do me thënë këta nuk janë debila dhe të poshtër, por janë ekstra ultra super debila dhe ekstra ultra super të poshtër, ka shkruar ai ndër të tjera. Pas ndaljes së shërbimeve të ndërmarrjes trafiku urban për herë të parë që nga themelimi i saj, përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, Gëzim Zveçla, ka akuzuar kryetarin e komunës së Prishtinës Parim Rama për keq përdorim politik të ndërmarrjeve publike. Sot komuna e Prishtinës po përballet me një keq përdorim të paprecedent të institucioneve dhe ndërmarrjeve të saj publike. Kryetari Parim Rama i ka vënë ndërmarrjet komunale në funksion të propagandës së LDK-s, në përpjekje për të ndërtuar një narracion të rrem kundër qeverisë dhe lëvizjes vetëvendosje. Ky është manipulim i pastër politik, i planifikuar dhe i qëllimshëm, tha Zveçla në një konferencë për mediat, duke theksuar se ky narracion është vazhdimsi e fushatës së Ramës në zgjedhjet lokale dhe po përdoret si kaos për zgjedhjet ardhshme nacionale. Sa i përket buxhetit të kryeqytetit, ai rikujtoi se komuna e Prishtinës i ka kaluar të gjitha afatet administrative dhe ligjore dhe se buxheti i Republikës së Kosovës është miratuar në kuvend pa përfshirjen e buxhetit të Prishtinës. Sipas tij, narracioni i ngritur për bllokadë nuk është fare i vërtet dhe të vetmit bllokues të buxhetit të Prishtinës janë Parim Rama, LDK dhe lideri i saj Lumir Abdigjiku. Zveçla akuzoi partitë e deridjeshme opozitare se po e përdorin çështjen e buxhetit për përfitime elektorale. Partitë opozitare LDK dhe PDK nuk kanë dashur ta miratojnë buxhetin e Prishtinës sepse kjo ju shëbem për fushatën e tyre në zgjedhjet e ardhshme, u shpreh ai duke theksuar se këtë e ka konfirmuar sot edhe presidentja Vjosa Osmani kur tha se kuvendi ka pasur të drejtë ta votojë buxhetin e komunave. Ai shtoi se qyteti po bëhen pasojat e siç e quajti ai mungesës së përgjegjësisë dhe strategjisë bllokuese politike nga ana e kryetarit Rama dhe LDK-s. Zhvillimi i qytetit është sabotuar dhe kjo me synim elektoral, tha ai. Zveçla kërkoi ndërhyrje të menjëhershme te organet e drejtësisë, të nisin hetimet e plota dhe ta trajtojnë pa vonesa të gjithë donacionin që e kemi bërë ndër vite për keq përdorim në komunën e Prishtinës dhe për keq menaxhim në ndërmarrje publike, të cilat sot rezultuan me bllokimin e qytetit. Zveçla kritikoi edhe menaxhimin e ndërmarrjes trafiku urban, duke thënë se vetëm gjatë vitit 2025 ka pasur mbi 100 persona, kryesisht militantë partjak të PDK-s dhe LDK-s, duke rënduar stabilitetin financiar të ndërmarrjes. Ndërmarrjet janë të qytetit, jo të partive, ato janë të punës e nuk duhet shërbejnë si mjet për propagandë. Askush nuk ka të drejtë të përdorë ndërmarrjet komunale publike në shërbim të politikës dhe propagandës, nënvizoi ndër të tjera ai.